A e keni vënë re që janë rritur Kontogebühr ose Entgeltabrechnung, që quhen ndryshe, që mbahen çdo muaj nga karta juaj e bankës. Kjo varet nga secila bankë, ka një kosto të ndryshme. Për shembull Sparkasse ku un jam tani e ka çuar vlerën 9.90 cent në muaj. Pra kjo është për mirëmbajtjen e kartës dhe për girokontot. Dhe çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Duke parë dhe duke informuar sidomos nga gjermanët të cilët merren me këto çështje, kam vënë re që është bërë në mënyrë të padrejtë. Kjo rritje nga ana e bankës, përveç se ata që kanë firmosur, duhet të keni kujdes dhe duhet të shikoni nëse keni firmosur diçka të tillë që keni pranuar rritje në kësaj mirëmbajtje. Pra, nëse e keni firmosur, atëherë nuk përfitoni asgjë. Nëse nuk e keni firmosur, atëherë ka një mënyrë për të fituar lekët tuaj mbrapsht, një pjesë të tyre. Dhe si bëhet kjo? Po t'rregoj unë.